Kryeministri Edi Rama ka nderuar me hyrjen e mirënjohjes publike profesor Hubert Hasenauer, rektori i Universitetit të Bujqësisë dhe Shkencave të Jetës Boku të Vienës. Rektori austriak u vlerësua për rolin e tij në transformimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës sipas modelit austriak dhe në procesin e njësimit të diplomave mes dy institucioneve. Sot ju jeni një tjetër xhevahir në vargun e gjatë të gjerdanit të miqësisë dhe të lidhjes së Shqipërisë me Austrinë, apo një tjetër xhevahir në kurorën e kësaj miqësie. Dhe pas një diskutim nesër, ju do të përmendeni së bashku me Mejerin, me Joklin, me Ipenin, me Frondlihun, me Karl Gegen, me Aleksandr Mojsiun, në këtë komunitet shpirtrash që i ndihen kësaj miqësie dhe kësaj lidhje që ju po kontriboni drejt për drejt për ta bërë më të fortë. Nga ana e tij, profesori Hubert Hasenauer, rektori i Universitetit Bogo, e cilësoi këtë nderim si një frymëzim për projekte të reja dhe për kushtim të mëtejshëm në bashkëpunim me Shqipërinë. Kur takova kryeministrin Rama dhe rektorin e UBT-s në qershor të vitit 2021, nuk e pa ata idenë çfarë udhëtimi do të vijonim, por është e qartë që kishim një vizion të madh për brezat e ardhshëm të Shqipërisë. Qeveria shqiptare synoi njësimin e plotë të diplomave universitare Boku të Vienës me qëllim që Universiteti Bujqësor i Tiranës të kthehet në një qendër rajonal që do të rrejë studentë nga i gjithë Europa juglindore.